historia e fushës mbetjeve në Fier realisht është një histori e dhimbshme, do të thoshja. Është një tmerr i madh që të gjithë qytetarët e Fierit e kanë përjetuar për vite e vite me radhë. Unë jam një nga ata mira fierak në fakt që për shumë vite, madje që nga lindja ime në atë qytet, që kur kam lindur, dhe deri para pak muajsh, në të dyja sistemet, madje në atë sistem, por edhe në këtë sistem, por edhe në të gjitha qeverit që kanë ardhur e kanë ikur mbas viteve 90 në Shqipëri, kemi thithur pafundësisht nga mëngjesi në darkë, në dimër e në bear, erën e plerave që dekompozoheshin aty, në hyrje qytetit dhe që ndiej deri në skajin më fundor të tij. Kemi thithur erën e tymit të atyre plerave, që vazhdimisht për vite e vite janë vetë ndezur, ose edhe ndezur po të doni, sepse nuk ka asnjë problem këtu, dhe sot, për hir të vërtetës, ne na duket e pabesueshme dhe si një ëndër e keqe ajo që kemi lënë pas në gjithë atë histori tmeri që kemi kaluar për dekada nga ajo fush mbetjesh. Për sa i përket asaj gangrene që ka ekzistuar për 50-60 vjet në Fier, siç e thash edhe pak më sipër, sot gjithë qytetarët fierak janë shumë të lumtur që ajo ka marrë fund një herë mirë. Jo vetëm që aty nuk depozitohen më mbetje, por ne kemi filluar një proces shumë të rëndësishëm, pothuajse është mbyllur në masën 80-90% kapsulimi i asaj fushe, dhe në gjithë të pjesë ku është bërë kapsulimi ka filluar edhe mbjellja e pemëve. Dhe besoj që brenda muajit prill ose maj, e gjitha ajo fushë do të mbulohet në 100%, do të kapsulohet 100% dhe do të vazhdohet me mbjelljen e pemëve në të gjithë sipërfaqen e saj. Dua të them që është një fushë prej rreth 7 hektarësh, 7 deri në 8 hektar që ka ekzistuar aty, dhe deri tani kemi mbjell rreth 5000 pemë, që janë mbjell në gjithë pjesën e kapsuluar. Me përfundimin e kapsulimit edhe të pjesës tjetër, do të mbillen besoj edhe 1000-1500 pemë të tjera, dhe sigurisht që ajo gangrene madhe që ka helmuar Fierin, por edhe zonat preth për vite e vite, tashmë përfundimisht ka marrë fund dhe shpresojmë që brenda pak viteve të kthehet në një zonë atraktive dhe një vlerë të shtuar për qytetin tonë. Kjo ishte edhe arsyeja që unë fakt nuk e bëra as për kortezi, as për ndonjë arsye tjetër, por realisht si qytetar i Fierit, sepse përpara se të jemi në këto pozicione që jemi qytetar, banojmë diku, jetojmë diku, edhe ne jemi njerëz, kemi familje, kemi fëmijë dhe padyshim kemi interesat tona në radh parë si njerëz dhe si qytetar. Dhe ajo që qeveria i ka bërë Fierit, duke i hequr atë gangren dhe duke shtuar nga ato helme, realisht është për t'u vlerësuar dhe për t'u përshëndetur dhe për t'u falenderuar. Pavarësisht se pastaj këtu mund të bëjmë komente të ndryshme, pse bëhet apo si thuhet, po tej këtyre, këto i konsumojmë si doni e sa doni, por tej këtyre thjesht nga pikpamja njerëzore, realisht për Fierin, po jo vetëm për Fierin, sepse sot edhe në Lushnjë fusha ekzistuese është mbyllur, në Patos po ashtu, në Roskovec po ashtu. Nëse mendoni që kjo nuk është zgjidhje për gjithë ata banorë atje, nuk e di pastaj se ç'mund të jetë. Po realisht në radh parë si njerëz, pastaj për pozicionet që kemi, padyshim që për mua është një fitore shumë e madhe që ai qark ka përfituar nën qeverisjen e... Do ta falenderojmë pa fund. Ne fierakët do ta falenderojmë pa fund. E pavërteta e parë është që ka disponuar për përcaktimin e vendit se ku do të ndërtohet inceneratori kryetari i bashkisë, pa vendimarrjen e këshillit. Kjo është e pavërtetë sepse të lutem mos shkeni, po mirë më çka keni. Po pra, prandaj po them. Kjo është një e pavërtet që edhe nga pam këtu, nuk ka asnjë vendimarrje nga ana ime për vendin se ku do të ndërtohet impianti, që nga momenti i parë dhe deri në fund,
pa u shprehur Këshilli Bashkiak. Kjo është e para. Këtë e sqaruam, ju lutem, këtë e sqaruam. Shumë mirë. E pavërteta e dytë është fakti që është thënë që iku nga një tokë shtet dhe shkoi në një tokë private, duke u shpronësuar dhe duke i shkaktuar shtetit një dëm prej 46 milion lekë. Edhe këtu, nga dokumentat që ju tregova, rezultoi që në asnjë moment, Këshilli i Bashkisë Fierit nuk ka marrë ndonjë vendim që nga vendimi i parë dhe deri tek i fundit që ky impiant të ndërtohet në këtë tokën këtu, që është tokë shtet, dhe pastaj ta ketë ndruar dhe të ketë thënë që nga kjo toka shtet, që këtu nuk kishte nevojë për shpronësim, por shkojmë te kjo toka private që do shpronësoj. Pra kjo është e pavërteta e dytë. Në gjithë këtë histori. Kaq. Atëherë, ju lutem.